cilat do të ishin ato këshilla të tjera që do të na jepnin veçanërisht për fëmijët për të mbrojtur sa më shumë shëndetin e syve? Atëherë, fëmijët duhet e para të kenë primar të ushqehen mirë me ato që thamë, të ulin oraret për përdorimin e telefonit, mos ta përdorin kur s'ka lidhje fare me mësimin me shkollën, të merren me aktivitete fizike në natyrë që të jenë fëmijë të shëndetshëm edhe fizikisht edhe mendërisht, dhe të kenë primar leximin e librave, sepse po largohen nga një pjesë që ne kemi pasur shumë të rëndësishme edhe në pushimet e verës, duhet lexojnë sa më shumë libra, sepse vetë libri, fleta e librit nuk ka rrezatim dhe nuk ka dritë që ti të dëmtoj. Pra mos lexojnë libra në telefon, sepse po bëhen shumë dembel dhe gjithë informacionin dhe gjithë çdo gjë e kanë tek. Mendoj që libri është shpëtimi më i madh që brezin ton libri e ka shpëtuar. Duke lexuar libra, fleta e librit nuk e dëmton syrin. Edhe kjo është një mesazh që nuk thuhet shumë shpesh nga ne mjekët, por duhet të thuhet që sa më shumë të lexojnë në libra, edhe në raste që kanë, nga eksperienca ime, që kanë ambliopi, ka pas raste që kanë qenë dhe fëmijë mjekësh që nuk e kanë ditur fare që vajza e tyre nuk shikon me një sy, sepse është ajo që tha ajo që fëmia im nuk kanë kohë se shikon me syrin tjetër, vetëm nëpërmjet librit kemi arritur ta shpëtojmë dhe ta rrisim shikimin në syrin dembel, duke mbyllur syrin e shëndetshëm, syrin e mirë, duke lexuar faqe libri që unë ja lija si detyrë dhe ka fëmijë që kanë shumë vullnet, i thoja do lexosh kaq faqe sot dhe çdo ditë vetëm duke lexuar librin me syrin që ishte dembel, se syri i mirë ishte mbyllur dhe s'kishte si lexonte, ja ka dalë që ta luftoj ambliopin. Pra vullneti është ai që është mesazhi im që bën që t'ja dalim në shumë gjëra dhe sfida që ne kemi në jetë që të gjithë, prindër, fëmijë e gjithë me radhë. Duhet kemi edhe tek libri një kohë të kufizuar, besoj, për të mos a lodhur syrin, dhe cili është më tej ai rregulli për ta çlodhur syrin. Është ai rregulli 20-20-20 që e kemi, më shumë është për këto që punojnë në banka, që çdo 20 minuta duhet bëjnë një shkëputje për të parë në dritare në horizont, për të bërë një pauzë, një pushim të syrit dhe për të kthyer prapë tek puna. Po që nuk e zbatojnë, përgjithsisht nuk e zbatojnë. Unë mundohem për vete të zbatoj, kam fatin e mirë që aty ku punoj që t'je di, kam dritare, dhe mundohem të shoh pak në horizont, por që të gjithë profesionet kanë lodhje, sepse çdo punë është me sy, edhe profesioni juaj, dhe imi, dhe gjithë, sidomos në banka, lodhen shumë. Ato që punojnë në bankë janë pothuajse gjithë me syze. Edhe janë, domethënë, me orë të zgjatra, 8 orë po njëherë, po ka raste që kalojnë dhe 8 orëshin që janë para ekranit të kompjuterit.